ato që shkruan për të gjitha që nuk mundën. Kjo lloj krijimtarie gojore, që më vonë do të përbënte objekt të rëndësishëm studimi për folkloristët, etnologët dhe antropologët shqiptarë të huaj, ishte thelbësisht anonime dhe u transmetua brez pas brezi nëpërmjet traditës orale. Në këtë fazë të zhvillimit shoqëror dhe kulturor, nuk mund të flitet ende për shkrimtare gra me identitet dhe individualitet të qartë letrar, pasi mungonin kushtet themelore për zhvillimin e një letërsie të shkruar dhe të botuar nga gratë. Në një shoqëri të dominuar nga patriarkalizmi, ku analfabetizmi ishte i përhapur në masë dhe normat sociale ishin jashtëzakonisht kufizuese për gratë. Krijimtaria artistike femërore mbetej e mbyllur brenda mureve të shtëpisë dhe rretheve të ngushta familjare apo komunitare. Letërsia në këtë kontekst nuk konceptohej ende si një fushë ku gruaja mund të kishte zë publik, dhe çdo shfaqje e tillë, nëse ndodhte, ishte e rrallë dhe kryhej në fshehtësi për shkak të represionit shoqëror. Mentalitetit konservator dhe rolit tradicional të gruas në shoqëri. Edhe pse gruaja shqiptare, qoftë si vajzë, nën apo gjyshe, krijonte në mënyrë spontane poezi dashurie, ninulla, ligje martore, përralla apo këngë popullore, këto përfaqësonin një formë të heshtur të shprehjes artistike. Të mbetur për një kohë të gjatë jashtë çdo lloj dokumentimi zyrtar apo konsiderate letrare. Ajo që në fakt përfaqësonte një pasuri të madhe shpirtërore dhe kulturore, nuk trajtohej si letërsi në kuptimin klasik të fjalës, por si pjesë e jetës së përditshme, e destinuar të mbetej në hijet e historisë. Në këtë periudhë historike, shoqëria shqiptare, veçanërisht në 2 dekadat e para të mëkëmbjes së shtetit shqiptar pas shpalljes së pavarësisë, përballej me probleme të shumta strukturore, mungesë të arsimit për vajzat, varfëri ekstreme, izolim nga qendrat kulturore europiane dhe një administratë shtetërore ende e brishtë dhe e paaftë për të mbështetur zhvillimin kulturor të gjerë. Në një klim të tillë, interesimi për krijimtarinë intelektuale dhe artistike të gruas shqiptare ishte thuajse inekzistent. Kështu, kontributi femëror në fushën e letërsisë, kur ekzistonte, mbetej i pazëshëm, i padokumentuar dhe, në shumicën e rasteve, i paidentifikuar. Megjithse përpjekjet e para të grave për të hyrë në hapësirën e shkrimit në gjuhën shqipe janë të vështira për të dokumentuar. Kërkimet më të fundit në qarqet letrare të diasporës arbëreshe kanë sjellë në vëmendje një botim modest në Kalabri në vitin 1917, nën titullin Canti. Një përmbledhje vjershash në gjuhën arbëreshe me autore Maria Antonia Braille. Kjo vepër, e panjohur më parë, nuk pati as përhapje, as jehon, as në adhënë e të parëve, dhe as në mjediset kulturore arbëreshe, dhe mbeti kryesisht me vlerë dokumentare. Si një dëshmi e vetmuar e një zëri femëror të hershëm në letërsinë shqipe. Ndërkohë, në Shqipëri duhet të pritej mesi i viteve 30 të shekullit 20 që të shfaqeshin zërat e parë të mirënjohur të shkrimtarëve shqiptare. Ishte periudha kur shkolla kombëtare, tashmë e konsoliduar, kishte filluar të arsimonte breza të rinj, ku përfshiheshin natyrisht edhe vajzat dhe në qytetet kryesore po ndiheshin dallg të emancipimit kulturor. Në këtë kontekst, lindi dhe lëvizja e parë feministe, e cila, ndonse në forma embrionale, përfaqësonte përpjekjen e guximshme të gruas shqiptare për të kërkuar hapësira të reja në jetën publike, përfshirë dhe atë letrare. Manifestimi publik i zërave femëror në letërsi nuk ishte një akt i drejtuar nga institucionet, por një shpërthim vetvetiu, një nevojë e brendshme për të shprehur botën shpirtërore, mendimet dhe përjetimet nga perspektiva e gruas. Këto përpjekje u mbështetën dhe u inkurajuan nga rrethet progresiste të kohës, nga shtypi me orientim demokratik e iluminist, si dhe nga figura intelektuale që besonin në përfshirjen e grave në jetën kulturore dhe publike të vendit. Publicistika u shndërrua në një urhyrë së drejtë letërsisë, ku gratë që angazhoheshin në shkrime emancipuese, si Olga Plumbi dhe Milla Vangeli, hodhën themelet e para të një letërsie që do të artikulonte aspiratat, shqetësimet dhe identitetin e femës shqiptare. Një moment historik në këtë rrugëtim përfaqëson data 28 nëntor 1935, kur në gazetën Populli u botua vjersha Vala gënjeshtare, nënshkruar me pseudonimin Kolombia. Ky publikim jo vetëm tërhoqi menjëherë vëmendjen e opinionit publik, por u kthye në një ngjarje të mirëfillt kulturore, zgjoi habi, debat dhe dyshim. Aq e rrallë ishte prania e një zëri femëror në shtypin letrar, saqë shumë kush dyshoi se pas pseudonimit fshihej një burr. Megjithatë, intelektualët e kohës e mirëpritën këtë zë të ri. Poeti Gjergj Bubani e quajti lule e vetme që sjell pranverë në shtypin ton dhe i bëri thirrje vajzës të dilte haptazi, ndërsa publicisti Fiqiri Llagami e përshëndeti si
Flamurtare e evolucionit ton, që me punën e vet don me rrëzuj një shkam, që ka tabelën e veseve të këqia shqiptare. Shumë shpejt u bë e ditur se pas Kolombes fshihej një vajzë 17 vjeçare nga Gjirokastra, Selfi Gjeciu, 1918-2003. Pas debutimit me këtë poezi, ajo do të vijonte të botonte një varg krimesh në revistat dhe gazetat më të rëndësishme të kohës, si Shtypi, Java, Diana, Drita dhe sidomos në Bota e Re. Me guxim e qartësi, ajo artikuloi kërkesat, ndjenjat dhe ëndrat e grave shqiptare, duke u shndërruar në një zë të fuqishëm letrar e shoqëror. Kjo kënga ime, shkruante ajo, do të këndoj hove lirie, do të derdhet plot buqim në përbrenga njerëzie. Tematika sociale, revoltës ndaj shtypjes gjinore dhe kërkesa për liri personale ishin të pranishme në çdo varg të saj. Titujt e krijimeve si shqetësim, shpresa e zhdukur, vajzëria, mërgjimtari, ditë pazari, vetmitari, gabimi i të riut, eti, dëshmojnë për një vetdije të lartë shoqërore dhe një angazhim të qartë për ndryshim. Në një nga shkrimet më të fuqishme të saj, të botuar në Bota e Re, ajo deklaron me vendosmëri: asgjë nga femra mos prisni, pa i falur lirinë e saj të plotë. Zërit poetik të Selfi Gjeciu do t'i bashkoj edhe ai një tjetër krijuese të hershme, Luqie Sereqi, 1900-1993, nga Shkodra, e njohur me pseudonimin Luz Sekreta. Ajo u bë një ndër të paktat zëra poetik femëror në shtypin shkodran të kohës, duke botuar në revista si Cirka dhe Shkëndia. Në një mjedis letrar të dominuar nga autor burra, vargjet e saj delikate e lirike i dhanë zë botës shpirtërore të vajzave shqiptare, aspiratave të tyre për liri, dashuri dhe jetë të denjë. Një tjetër zë femëror që u afirmua në botën letrare shqiptare gjatë viteve 30-40 ishte ai i Jolanda Kodrës, 1912-1963. Një vajzë italiane që e bëri Shqipërinë atdheun e saj të dytë. Ajo krijoi poezi jo vetëm në gjuhën e saj amtare, italisht, por edhe në gjuhën shqipe, duke sjellë vargje të ndjeshme, lirika me motive natyrore e filozofike, si dhe poezi me karakter patriotik, ndër të cilat spikasin Shqipërisë dhe 28 nëndori. Përveç krijimtarisë poetike, Kodra u vlerësua edhe si kritike letrare, me vështrime të çmuara për autorët dhe veprat e letërsisë shqipe, disa prej të cilave i përktheu në gjuhën italiane. Shkrimet e saj u botuan në periodikët më të rëndësishëm të kohës, si Njeriu, Shkëndia, Kultura islame, Hylli i dritës, Fryma, etje. Megjithatë, figura që spikati më fuqishëm nga radhët e krijueseve femra dhe që la gjurmë të thella në historinë e letrave shqipe ishte Mosine Kokalari, 1917-1983. E formuar në një ambient intelektual, e diplomuar në universitet, ajo solli një risi të vërtetë si nga pikpamja e përmbajtjes ashtu edhe nga ajo e formës. Fillimisht debutoi me poezi dhe skica në periodikët Shtypi, Diana, Java, Tomori i vogël, etje, por shpejt kaloi në botimin e veprave letrare në formë libri, duke qenë e vetmja ndër simotrat e saj që guxoi ta ndërmerrte këtë hap. Gjatë viteve 1939-1944, ajo botoi 3 libra, siç më thot Nënua Plak, 1939, Sautun Bota, 1944. Dhe Rreth Vatrës, 1944. Këto vepra, të shkruara në një gjuhë të ngrohtë e plot kolorit lokal, përfaqësojnë një lloj proze etnografike dhe folklorike, të rrënjosura thellë në traditën gjirokastrite. Përmes këtyre rrëfimeve, Mosineja vendosi në qendër të vëmendjes figurën e gruas, të virtytshme, punëtore, e mençur dhe me dinjitet, duke e bërë atë subjekt të letërsisë për herë të parë në mënyrë të qëndrueshme. Kokalari ishte gjithashtu autore e një krijimtarie të pasur poetike, një pjesë së cilës u botua në shtypin e kohës. Ajo la në dorë shkrim për mbledhjen poetike Kolla e vdekjes, ku trajtonte me ndjeshmëri e revolt realitetin social të gruas shqiptare, duke shpalosur një poezi të mbushur me trishtim, protestë dhe vetdije shoqërore. Vargjet e saj ishin një akuzë e heshtur kundër fanatizmit dhe prapambetjes që rëndonte mbi gratë, duke e shndërruar atë në zërin e një brezi të shtypur, në zërin e motrave Robina. Për këtë arsye, Mosine Kokalari mbetet një nga emrat më të ndritur të letërsisë shqiptare, jo vetëm për vlerat letrare të veprës së saj, por edhe për qëndresën e saj morale dhe martirizimin që përjetoi gjatë regjimit komunist. Fatkeqësisht, pas luftës së dytë botërore, krijimtaria e saj dhe e shumë bashkëkohësve u ndërpre. Klima e re politike nuk ishte e favorshme për zërat e pavarur, sidomos ata që përfaqësonin një frymë të lirë dhe demokratike.
Megjithatë, kontributi I tyre mbetet themelor, pasi ishin ato që çelën rrugën e vështirë për afirmimin e gruas në letërsinë shqiptare, duke I hapur kësaj të fundit një faqe të re dhe të nevojshme. Edhe pse pjesëmarrja e grave në luftën nacional çlirimtare solli një valë emancipimi të përgjithshëm, procesi I integrimit të tyre në fushën letrare mbeti I ngadalë dhe I vështirë. Arti, përkundër propagandës së kohës, kishte ligjësitë e veta, që nuk mund të përshtateshin menjëherë me realitetin ideologjik. Për këtë arsye, krijimtaria letrare e grave në vitet e para të pasqyrimit ishte sporadike dhe shpeshherë kalimtare. Vetëm pas më shumë se një dekade u botua libri I parë letrar me emër Gruaja, Zemër e Dëlir, një vëllim tregimesh nga Arsinoj Bino, I publikuar në vitin 1961. Pas tij erdhën edhe emra të tjerë si Adelina Mamaçi me përmbledhjen poetike Ëndra Vashërie, 1963, Lavdje Leka me Mos e këndo atë këngë, 1965. Elena Kadare me novelën Shuaje dritën, Vera, 1966, Klara Kodra me Era e Revolucionit, 1968, Eglantina Mandia me Tregime për ty, 1969, dhe Rozi Theohari me Telashet e emancipimit, 1969. Gjatë viteve 70, u shfaqen autore të reja që sollën freski në letërsinë shqipe, Vlasova Musta me Pako Pertin, 1970, Natasha Lako me Marsi Brenda Nesh, 1972. Beatrice Balliçi me Kush mi fali Manushaqet, 1972, Shpresa Vreto me Ajo ishte këngë për mua, 1973, Feride Papleka me Ëndrat dhe Fishekzjarët, 1974, Vangjeli Çomora me Balona, 1975, Vojsa Vanelo me Kurçelin Ëndrat, 1977, Dhurata Bozdo me romanin Përballë Dallgëve, 1979. Në dekadën pasardhëse, kjo prurje u pasurua me emra si Diana Çuli me Jehonat e jetës, 1982, Elsa Ballauri me Mëngjes, 1983, Mimoza Ahmeti me Bëhu I bukur, 1986, Natasha Bega me Lirika, 1988, e të tjerë. Ndryshimet sociopolitike të viteve në 90 sollën një shpërthim të talenteve të reja femërore në letërsinë shqipe. Në një mjedis të ri të lirisë së mendimit dhe fjalës, gratë shqiptare nisën të lëvrojnë të gjitha gjinit letrare, nga poezia te romani, me një stil më të lirë, më të guximshëm dhe më modern. Ndër këto zëra të rinj për mendim Lindita Harapin me Prelude poetike, 1990, Lulieta Lëshanakun me Sytë e Sonambulës, 1992, Mira Meksin me Planetin e ngrirë, 1992, Flutura Haçkajn me 3 vjeshta larg, 1993, Mimoza Erbaren me Për të shoqëruar një shpresë, 1993, Rita Petron me Vargje të përfolura, 1994, Lulieta Danajn me Sipas flokëve të plakave, 1994, Brunilda Zllamin me romanin Dashuri apo urrejtje, 1996. Meri Lalajn me Kapërcyell, 1996, Ledia Dushin me Ana Maria Bahet Lot, 1997, Elvira Donesin me Dashuria e huaj, 1997, Albana Mlyshin me Kafe Shkodra e New Yorkut, 1998. Në këtë periudhë do të shfaqen me botimet e tyre të para edhe autore të rëndësishme si Besa Myftill dhe Ornela Vorpsi. Ky përbën, në vija të përgjithshme, një panoramë përfaqësuese të krijimtarisë letrare të vajzave dhe grave shqiptare, e zhvilluar përgjatë shekullit 20. Ky përvijim historik, I ndërthurur me emra, vepra dhe data, na vjen sot si një akt nderimi e reflektimi, me rastin e 80 vjetorit të botimit të vjershës së parë të një vajze shqiptare në shtypin kombëtar. Një moment themelor në historinë e letërsisë dhe kulturës son kombëtare, të cilin e përkujtojmë me respekt në ditën ndërkombëtare të gruas. Kjo është historia e zërave që nuk u dëgjuan menjëherë, por që kur u ngritën, tronditën heshtjen shekullore. Është historia e grave shqiptare që, me penën si armë dhe fjalën si flamur, çan errësirën për të ndriçuar një hapësirë që për shumë gjatë u mendua se nuk u përkiste. Nga murmurima e parë ndrojtur në faqet e një reviste, deri te shpërthimi I lirë I mendimit në një letërsi të pavarur, ato e ndërtuan me guxim, dinjitet dhe pasion tempullin e vet në kulturën kombëtare. Ky udhëtim nuk është thjesht kronik krijimesh, por një testament shpirtëror I një brezi I pas tjetrit grash që sfiduan kohën, normat dhe heshtjen.
Në çdo varg e faqe, në çdo skicë e roman, ato lanë gjurmën e një shpirti që nuk pranoi të mbyllej brenda kufive të një shoqërie patriarkale e të prapambetur. Ato nuk kërkuan mëshirë, por hapësirë për të qenë vetvetja, dhe për këtë u dashuruan me fjalën, duke e kthyer atë në streh, armë dhe atëve. Letërsia shqiptare nuk mund të kuptohet pa të historia e saj, do të ishte e gjymtuar po të mungonte zëri i gruas. Dhe në këtë udhëtim të pandalshëm, nga Kolombia te Musineja, nga vashat e viteve 30 te poeteshat e lirisë së viteve 90, femra shqiptare nuk ishte thjesht pasqyruese e kohës së saj, por krijuese e saj. Ato nuk ishin vetëm autore, ishin oguri një epoke të re, pararoja e emancipimit dhe zë i ndërgjegjes kombëtare. Sot, në përkujtim të 80 vjetorit të atij hapi të parë poetik, nuk bëjmë thjesht një homazh për të shkuarën, por ngrejmë një monument për të ardhmen, një ftesë që zëri i gruas shqiptare të mos rresh kurrë së foluri, së krijuari dhe së sfiduari. Sepse aty ku ka fjalë të lira, ka gjithmonë shpresë. Dhe aty ku shkruan një grua, rilin një popull.